Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, këtë herë për të nisur komentimet e ditës së sotme, të lëvizjeve në fakt që ka ndodhur ditën e sotme. Ditën e sotme dua ta nis me Loredana Bratin dhe Don Gjonin, një temë, një marrëdhënie që në fakt po diskutohet pafund, një marrëdhënie që ka ngritur hamendësime të ndryshme, ka ngritur pikpyetje shumë të mëdha se si është raporti i tyre dhe në fakt se sa Loredana Brati dhe Don Gjoni janë të afërt me njëri tjetrin. Apo një pikpyetje e madhe është kjo: kush kë e ndjek? Tani, po të futemi te Instagrami i Don Gjonit, dhe të shikojmë storyt, të shikojmë postet, të shikojmë lëvizjet e tij. Don Gjoni ka postuar një këngë e cila lidhet me frajerin. Frajeri nuk është fjalë e padëgjueshme për shqiptarët, sepse ato të cilët kanë qenë ndjekës të rregullt të Big Brother VIP Albania vitin e kaluar, do me thënë frajeri ka qenë temë e diskutueshme. Çfarë është? Tani, në Kosovë dhe në Maqedoni, frajeri është një nivel më poshtë se dashnori, le ta themi kështu. Do me thënë është frajeri, është dashnori, është bashkëshorti. Dhe si që duket, Don Gjoni dëshiron të godet që është frajeri i dikujt. Dhe i kujt është frajeri i Don Gjonit? Normalisht që duke mos patur transparencë, duke mos i shpjeguar gjërat që për çfarë Loredana krijoi një afërsi aq të madhe me Don Gjonin, nga që të themi që e ka patur mik, nuk mund të themi që e ka patur mik, sepse Lori në Big Brother nuk ka folur kur për Don Gjonin, nuk ka folur kur që në rrugtimin e jetës së saj njihte një personazh, një njeri të quajtur Don Gjon. Në me thënë, ajo pasi doli nga Big Brotheri, ndërtoi një nismë ndjesie me Don Gjonin. Por interesantja në këtë mes është që Loredana Brati ka postuar disa fotografi në Instagramin e saj, po ta shikoni në detaje, dhe si që duket ka festuar një kabare moment, sepse e tillë është e veshur, që ja gjuan, ndoshta me thumb, personazhit në fjalë, dhe personazhi në fjalë pikërisht në të njëjtin orar, do thënë nuk janë destinacione të njëjta, janë destinacione të ndryshme. Në të njëjtin orar poston një storje që ka të bën me frajerin. Unë gjithmonë kam thënë që Don Gjoni dhe Loredana Brati kanë një botë ndoshta të përafërt. Do të thoni pse? Sepse edhe Don Gjoni e ka një karakter që është tip energjik, është tip karizmatik, ka këtë sensin e humorit e ka të lindur, por dhe Loredana Brati sensin e humorit e ka të lindur. Do me thënë, nuk është se e mendon, Loredana është portokallinë vete dhe në qoftë se topi do kishte mirë menduar se çfarë pozicioni do t'i jepte Lorit, me patjetër që portokallin, sepse e qan fare. Do me thënë, dyshimet lindin shumë të mëdha që Doni dhe Lori mund të kenë një marrëdhënie bashk. Do me thënë, mund të kenë një afrimitet shumë të madh bashk. Lori nuk e ka pohuar, por as nuk e ka mohuar. Por gjithashtu dhe Don Gjoni as nuk e ka pohuar, por as nuk e ka mohuar marrëdhënien të cilën e nxori vetë në rrjetet sociale, ngriti dyshimet, ngriti hamendësimet. Loredana me unazën e Don Gjonit dha një intervistë që nuk është se u sqaruan gjërat, por përsëri vazhduan të mbeten në ajër, do me thënë fluturonin, si që fluturojnë sot, por që ka një lloj kimie dhe që ka një lloj emocioni mes Lorit edhe Donit. Për këtë gjë jam shumë i bindur, sepse jo më kot janë këto lëvizjet. Tani, çfarë mësuam ne nga protagonistët e Big Brotherit? Mësuam që lëvizjet janë gjysma e së vërtetës, lëvizje që po bëjnë janë gjysma e së vërtetës. Dhe pikërisht këto lëvizje që bëri Doni dhe Lori ngritën dyshime, hamendësime, dhe sot po komentojmë
Një marrëdhënie e cila është në ajër, që ndoshta edhe nuk do të ndodhën kur, por që në thelb duket që mund të jetë e vërtet. Dua të marr mendimin tuaj.